Hekuruda shqiptare ka hapur tenderin për hartimin e projektit të detajuar dhe ndërtimin e godinës së stacionit hekurudor të aeroportit të Rinasit, pjesë e projektit për linjën Tiranë-Durrës-Rinas. Fondi limiti vënë në dispozicion është rreth 91.6 milion lekë, ndërsa sipas dokumenteve shoqërues, ndërtimi i këtij stacioni është i domosdoshëm për përmirësimin e shërbimeve që do t'u ofrohen pasagjerëve dhe për garantimin e një infrastrukture moderne e funksionale. Projekti synon të rrisë aksesueshmërinë e transportit publik, të përmirësojë organizimin e zonave të parkimit, aksesin në platformat e pasagjerëve, shtigjet përkombësor dhe trotuaret, si dhe të realizojë shtrimin me asfalt të zonave përreth për taksit, autobusët dhe hapësirat e lënies dhe marrjes së pasagjerëve, thuhet ndër të tjera në dokumentet e tenderit. Aktualisht për realizimin e linjës hekurudore janë në zbatim 2 kontrata kryesore, një për punimet civile dhe sistemet e sinjalizim telekomunikacionit dhe një tjetër për ndërtimin e stacioneve. Sipas të dhënave zyrtare, punimet për infrastrukturën hekurudore kanë avancuar mbi 90%, ndërsa për 8 godinat e stacioneve, punimet parashikohet të mbyllen në qershor. Paralelisht për këtë projekt është në zhvillim dhe një procedurë me 2 faza për elektrifikimin e linjës, e drejtuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ndërsa mbetet ende pa u zhvilluar tenderi për rikthimin e stacionit të trenit në Tiranë, një investim i parashikuar me vlerë rreth 1.8 miliard lekë. Autoritetet synojnë që ndërtimi i linjës kryesore të përfundojë brenda këtij viti, ndërsa elektrifikimi dhe nisja e operimeve hekurudore pritet të përmbyllen në 3 mujorin e parë të vitit 2027.